Këtë javë në pasin e fundit, Skënderbeu e Partizani ecin me të njëjtin hap, ndërsa Tirana e Flamurtari në krizë rezultatesh. Më të mirët e javës së 25, Arbnor Fejzullahi nuk di të ndalet. Moviola evidenton Remzi Sadikun si arbitrin më korrekt të javës. Goli më i bukur mban markën e Mini. Sfida e javës, Partizani Skënderbeu. Pica e pranon, emocion që luaj ndaj Skënderbeut, por na duhen 3 pikët. Fejzullahi, nuk do të ndalem as këtë ndeshje. Në kampin Korçar mbizotron heshtja për shtyp. Takaj u mbyll gojën polemikave. Statistika dhe shifrat e Fatmir Ficës për sfidën Partizani Skënderbeu. Intervista dyshe, miq dhe rival. Emiliano Villa përballë Sabien Lile, betejë për titull. Këtë javë ndodhi. Java e 25 e Superligës nuk pati asnjë surprizë për sa i përket rezultateve që prodhoi. 2 fitore për skuadrat price, 2 fitore për skuadrat udhëtuese dhe një barazim në Selman Stermasi ishin rezultatet e kësaj jave. Në 5 takimet e zhvilluara u shënuan 8 gola në total, me një mesatare 1.6 gola për ndeshje. 4 prej rezultateve të javës së 25 ishin të ngjashëm me ato të javës së 7, ku skuadrat u përballën në fazën e parë. Vetëm takimi me Skënderbeu dhe Teutës në javën e 7 u mbyll në barazim, ndërsa në javën e 25 fitoi skuadra e Skënderbeut. Ajo që ra më shumë në sy në këtë javë ishte fitoria e skuadrës së Partizani në Ballç përballë Bylisit. Duke parë ecurinë e skuadrës Mallakastriote në këto javët e fundit, u mendua se kryeqytetasit nuk do ta kishin të lehtë, por fusha tregoi krejt të kundërtën. Vllaznia, edhe pse me probleme të shumta, arriti të siglonte këtë javë fitoren më të thellë të saj në këtë kampionat me shifrat 4-0 përballë Tërbunit. Numri i kartonave të verdhë që u nxorën nga gjyqtarët në këtë javë ishte 21. Skuadra e vllaznisë ishte i vetmi ekip që lojtarët e të cilit nuk u ndëshkuan me karton. Në këtë javë të 25 u akorduan 2 11 metrasha. E veçantë ishte se në të dyja penalltitë e dhëna u humbën si në takimin Tërbuni-Vllaznia, ashtu edhe në takimin Skënderbeu-Teuta. Më të mirët e javës. Lojtari më i mirë i javës është Arbnor Fejzullahi. Kur erdhi Agostinelli, kosovari kaloi edhe në stolin e rezervave, por paraqitjet e fundit në krahun e djathtë i kanë bërë tifozët e Partizanit të harrojnë për pak ditë Ibrahimin. Skemën e rivënies anësore e ka automatizuar dhe nuk nguron ta bëjë si në derbi ashtu edhe në Ballç, ndërkohë që nga këmbët e tij nis edhe aksioni i golit të parë. 22 vjeçari tashmë ka filluar të zgjojë sërish interesimin e klubeve të huaja, të cilët kishin ca kohë që ju kishte humbur numri i telefonit të Arbnorit. Tashmë është ky i fundit që përzgjedh telefonatat. Arbitri më i mirë i javës është Remzi Sadiku. Nuk është e lehtë të arbitrosh në Ballç një ndeshje ku vendasit kërkojnë pikë mbijetese dhe miqt nuk duan t'i shkëputen kreut. Tenton të bëjë anglezin në ndërhyrjen e parë të Bilalit, por kur e kupton që mbrojtësi i Bylisit e kërkon vetë ndëshkimin, nuk ngurron të nxjerrë kartonin e verdhë. Të kota pretendimet e vendasve për penallti, sepse arbitri nga Elbasani është shumë afër aksioneve dhe duket se merr vendimin e drejtë. Gafa e javës mund të cilësohet padyshim këmbgulja e serbit Lukic në sfidën Skënderbeu-Teuta. I djathtë i formacionit të Maganit ka fiksim ta kaloj pak më djathtas goditjen e dënimit të akorduar nga Meta. Por ky i fundit jo vetëm i tregon kartonin e verdhë, por bëhet gati disa herë që ta dërgojë në dhomat e zhveshjes më shpejt se lojtarët e tjerë. Kjo vjen padyshim edhe nga mungesa e Spraj që do ta eliminonte fare këtë si moment gazmor, por edhe Lukic që tenton deri në aventurë të luajë me nervat e arbitrit dhe mbrojtjes së Skënderbeut nuk kalon dot pa buzëqeshje. Si golin më të bukur të javës zgjedhim atë të Izair Eminit në ndeshjen Kuksi-Laçi. Nuk është thjesht rëndësia e një goli që ka vlerën e 3 pikëve, por nuhatja, gjetja e kohës dhe realizimi i ish lojtarit të Renovës meriton komplimente dhe duartrokitje. Tirana e Partizani kanë filluar ta qajnë refuzimin e lojtarit që në 7 javë kampionat ka shënuar 6 gola. Formacioni i javës. Java e 25 sjell të tjerë protagonistë në formacionin e javës, por ka edhe konfirmime nga java e kaluar, ku shumë prej lojtarëve po kalojnë një formë të mirë. Në portër rikthehet një emër që e kishim harruar, Ilion Lika. Portieri flamurtari është edhe arsyeja pse Tirana nuk fitoi dot në Selman Stermasi. Natyrisht që ka edhe fat në goditjen e shtyllës, por Ilioni tregoi në më shumë se një rast që është kthyer në ditët e tij më të mira. Nga e djatha e mbrojtjes, Arbnor Fejzullahi, kosovari i Partizanit, duke se është kthyer ai i dikurshmi që ishte edhe pjesë e kombëtares. Paraqitja në derbi përsëritet edhe në Ballç, sepse nga këmbët e 22 vjeçarit vinë edhe 2 golat e të kuqve. Nga e Majto Hoxhallari i Tiranës, vështirë të gjesh këto ditë një lojtar të Tiranës për formacion,
por këtë radhë lojtari i shpresave ka luajtur një ndeshje të mirë, rrezik konstant me inkursionet e tij për mbrojtjen e flamurtarit dhe pikërisht nga këmbët e tij vjen goli i anulluar, ndoshta pa të drejtë nga Virojci. Në qendër të mbrojtjes rreshtohet Tefik Osmani. Nëse Teuta nuk shënon në portën e Skënderbeut, përveç Shehit ka merite edhe shtatlarti me numër 19, i sakt në vendosje dhe mbetet i pakalueshëm në luftën në ajër edhe këtë radhë, ndonse Magani e Bernardo i hapën shumë punë. Një tjetër qendërmbrojtës është Gëzim Krasniqi, titulari pa diskutueshëm si në kohën e Starovës, edhe në atë të Agostinelit, dhe në Ballç bën një tjetër prezantim që duhet mbajtur mend. Në mesfushën me 3 ka vend për Anci Nikën. Shkodrani që luan me Kuksin ka justifikuar besimin e trajnerit, duke qenë lojtari që pati më shumë kontakte me topin gjatë ndeshjes kundër Laçit, madje nga këmbët e tij. U ideua goli që vendosi takimin. Një tjetër mesfushor që konfirmoi këtë javë formën e mirë është Lorenz Strashi. Kavilja e tij është objektivi i Bilalit në disa raste, por dëmtimi nuk e pengon mesfushorin e majtë të dërgojë topin në rrjet për golin e dytë të Partizanit. Edhe Skuerdinja meriton një vend në këtë formacion për kilometrat e shpenzuara kundër Teutës. Në vështirësi në disa momente, por në fund ja del, duke provuar edhe të shënojë. Sulmin e formoi me Eminin e Kuksit, lojtari që ka ardhur këtë fazë nga Maqedonia, po kap shumë shpejt kuotën e golave të lojtarëve që po luajnë 3 fazë në kampionatin tonë. Një tjetër sulmues, ndonse nuk ka shënuar, është Artur Magani. Ka krijuar pafund raste ndaj kampionëve dhe goli është mohuar vetëm nga eksperienca e Shehit dhe Osmanit. Goli është çështje momenti, por forma e Maganit Junior premton se do të vijë shumë shpejt. Në qendër të sulmit Shkodrani Arenc Dibra. Dopjeta kundër Tërbunit dhe paraqitja e tij në fush është për tu vlerësuar, pak rëndësi ka se çfarë bënin mbrojtësit që kishte përballë. Si trajner të këtij ekipi zgjedhim Klodian Durrën. Fitoria e 4 në radhë, ndaj një kundërshtarit të vështirë, e bën ish lojtarin e kombëtares pankinën e javës së 25. Ndryshon karta dhe njerëzit pjesën e dytë, lëvizje që në fund të fundit i sjellin fitoren dhe vendin e tretë Kuksi. Java e ardhshme. Superliga shqiptare ka hyrë në një fazë mjaft delikate ku çdo rezultat i arritur nga skuadrat afron ose largon objektivat që ato kanë. Për javën e 26 të Superligës, 24 herë kampionet e Shqipërisë Tirana u thon drejt Shkodrës ku përballë do të ketë Vllaznin. Rezultatet e dobta në javët e fundit, 360 minuta pa shënuar gol, një numër i madh lojtarësh të dëmtuar e skualifikuar si dhe problemet me tifozerin janë disa prej problemeve që kanë rritur presionin te bardhëblut për takimin e radhës. Nga ana tjetër, Vllaznia pas fitores së arritur përballë Tërbunit, vjen më i qetë në ndeshjen me Tiranën. Pozitiv është fakti që tekniku Cungu e ka të plot kontingjentin e lojtarëve për këtë takim. Kalendari për skuadrën e Kuksit në këtë javë të 26 të Superligës servir një përballje të lehtë në letër. Skuadra e drejtuar nga Klodian Durrë do të presë në shtëpi Tërbunin e vendit të fundit. 3 fitore të radhazi në kampionat dhe vendi i tretë në tabelën e klasifikimit duket se kanë rikthyer Kuksin në sezoneve të shkuara, ku rivalizonte skuadrën e Skënderbeut dhe siguronte pjesëmarrje në Kupat e Europës. Një nga takimet më të forta në këtë javë të 26 është përballja që do të luhet në Laç mes Laçit Vendas dhe Teutës Mike. 3 humbje dhe një barazim në 4 takimet e fundit tregojnë për një Laç që është shumë larg asaj skuadre që synon te Kupat e Europës. Në krahun tjetër, Teuta vjen në këtë përballje pas humbjes në Korçë, por që për Maganin dhe Tursakët, ajo që binte premton për ndeshjen e radhës ishte loja e mirë e zhvilluar përballë Skënderbeut. Nica në këtë takim, të vetmi lojtar që ka në dyshim është Zefi, ndërsa tek Teuta grupi është i plot për këtë përballje. Kjo javë servir edhe një duel mbijetese. Flamurtari i vendit të 8 do të presë në shtëpi Bylisin e vendit të 9. Kuqezint nuk po kalojnë një moment të mirë në kampionat, edhe pse arritën të merrnin një barazim në kryeqytet përballë Tiranës. Bregdetarët nuk po bindin as në lojë as në rezultat. Tekniku Ramadani do të vuajë një mungesë e rëndësishme në këtë përballje, atë të sulmuesit Alvesh, i cili u dëmtua në takimin me Tiranën. Në krahun tjetër, mallakastriotët vinë me moral të ulët në këtë ballafaqim pas humbjes në shtëpi me Partizanin. Grupi lojtarëve të Bylisit është i plot për këtë përballje. Në vazhdim do të ndiqni sfida e javës, Partizani Skënderbeu. Pica e pranon emocion që luaj ndaj Skënderbeut, por na duhen 3 pikët. Feyzullahi, nuk do të ndalem as këtë ndeshje. Në kampin Korçar mbizotron heshtja për shtyp. Takaj u mbyll gojën polemikave. Statistika dhe shifrat e Fatmire Ficës për sfidën Partizani Skënderbeu. Intervista dyshe, miq dhe rival. Emiliano Vila përballë Sabien Lilaj, betejë për titull. Sfida e javës, Partizani Skënderbeu.
Skënderbeu Partizani mund të jetë një sfidë që do të vendos titullin kampion të këtij sezoni, por historia tregon se vitet e para korçarët kanë vuajtur të marrin triumfin e parë. Nga viti 1947 deri në vitin 1957, kaluan plot 20 ndeshje që Skënderbeu të fitonte një ndeshje me Partizanin, i cili në fillimet e veta dominonte me rezultate të thella ndaj korçarëve. 7-0 në 1948, apo 8-1, një vit më vonë dhe aq më shumë në Korçë, janë shifrat që tregojnë se vitet e para, kjo përballje nuk kishte histori. Fitoret e Skënderbeut kanë qenë të ngushta, përveç një rasti kur në vitin 1967 fitoria ndaj të kuqve u mor në tavolinë. Edhe në fund të viteve 90, Bardhekuqt kanë arritur një tjetër rezultat të thellë, 4-0 në dhjetor të vitit 1998, por janë sezonet e fundit, ato që korçarët dominojnë ndaj të kuqve edhe me rezultate të thella, sidomos në vitin 2013 apo 2014, ku shifrat ishin të njëjta, 3-0. Ndërkohë bilanci në total është në anën e të kuqve, sepse fitoret janë 62-20, ndërkohë që regjistrohen edhe 25 barazime. Edhe përsa i përket golave, Partizani kryeson 195, kundrejt 70 golave të shënuar nga korçarët. Partizani Skënderbeu është një sfidë që vendos shumë për sa i përket fateve të kampionatit. Të dyja ekipet vijnë pas fitoreve të rëndësishme, ndonse kanë patur shumë pak ditë kohë për të përgatitur përballjen për shkak të ndeshjeve të mesjavës. Partizani vazhdon përgatitjet në kompleksin stërvitor në Kamës, ku atmosfera pas fitores në derbi dhe asaj në Ballç duket nga më të mirat. Fakt që e pohon edhe njeriu i momentit në kampin e kuq, Arbnor Feyzullahi, që veç të tjera shpreson që ky moment i tij të zgjas. Është një atmosferë shumë e mirë, duke pasë fituar edhe derbin edhe këtë ndeshjen e fundit, po kalojmë një moment shumë të mirë. Derbi më ka motivuar shumë, domethënë edhe pas derbit, pas i kalova një moment mirë, vazhdova edhe me këtë ndeshjen e fundit. Shpresoj që edhe me Skënderbeun të jap maksimumin, që të bëj një ndeshje sa më të mirë. Ka nga ata që në të kaluarën e afërt kanë veshur edhe fanellën e Skënderbeut dhe Ditmar Bicaj nuk nguron t'i kujtoj me nostalgji vitet kur vishte fanellën e korçarëve. Gjithmonë në Skënderbeun dy ndeshje që kam bërë kundër Skënderbeut kanë pas një ndeshje speciale për mua. Kam kaluar 4 vjet në Korçë, kam fituar 4 titujt kampion. Ndjej nostalgji dhe shumë dashuri dhe respekt për Korçën edhe për ekipin e Skënderbeut. Dy fazat e para, Partizani e Skënderbeu kanë ndarë fitoret mes tyre dhe kreu ka qenë gjithmonë një çështje mes këtyre dy ekipeve. Problemet e vetme në grupin që stërvit Agustinelli është gjendja shëndetësore e Sukajt dhe Mazrekajt, që nuk janë ende në 100% e tyre. Fakti që të kuqt janë 4 pikë prapa korçarëve i detyron të luajnë vetëm për një rezultat, fitoren. Është një ndeshje që do thoja decisive, ndeshje që besoj që në rast fitores Partizanit do thoja që fatet e titullit do ishin 50-50. Në rast të kundërt sigurisht gjërat do, më shumë do flisnin edhe paka shumë nga ana Skënderbeut, se të edhe kalendari që ato kanë presin më shumë ndeshje në shtëpi se ne. Korçarët kanë në gjirin e tyre shumë futbollistë që bëjnë diferencë në kampionatin shqiptar, por Bicaj evidenton 2 prej tyre, të cilët do donte të humnin autobusin për Tiranë. Jemi sinqert, nuk është vetëm një, janë 2. Do të hiqja Orget Shehin. Një pikë shumë me forcë Skënderbeut, si edhe Sabien Lila. Atmosferë e qetë është edhe në kompleksin tropikal ku stërvitet Skënderbeu. Fakti që ditët e fundit nga kampionët kanë dalë më shumë lajme se një sezon i tërë, kanë detyruar presidentin Takaj të shpallë një heshtje shtypi, dhe i vetmi që do të flasë është tekniku Josa një ditë përpara ndeshjes.
Pretendimet e Shkëmbit duket se kanë marrë një përgjigje të prerë nga presidenti i kampionëve, i cili ka sqaruar edhe çështjen e Sebino Plakut, duke krijuar qetësi për ekipin dhe duke marrë vëmendje mbi vete. Pikpyetjet në formacionin e Josës mbeten alternativat që do t'i bashkohen Sabien Bilaj në qendër të mesfushës, ndërkohë, nëse Progni nuk ja del, krahët e mesfushës mund të jenë Latifi dhe Renatinho. Dyshja e sulmit nuk preket, ndërkohë që forma e mirë e Osmanit duket se do ta mbaj edhe një herë Jashanicën në stol. Intervista dyshe. Miq dhe rival. Emiliano Villa përballë Sabien Bilaj, shpejtëja për titull. Emri, Emiliano, Sabien, mbi emri, Vila, Lilaj. ke pseudonim dhe nëse po pse ta kanë vënë? Nuk kam Vila më thrasin. Thrasin Harusha. Gjithë ju thërisja Harusha unë në rreth pare, pastaj më ngeli për vetë. Në çfarë moshe ke filluar të luash futboll? Që 10 vjeç. Që 10 vjeç. Në cilin rol? Mes fushor sulmues. Mes fushor qendre gjithmonë. Goli më i spikatur në karrierën tënde? Kanë qenë me Tiranën, kanë qenë 2 gola. Kam lut me Teutën. Po besoj një nga golat e Europa Ligës të vit. Fjala që të përsërit më shumë trajneri në fush? Vila daj. Kontrollon mes në fushës. Me kë ndan dhomë gjatë grumbullimit në ekipin tënd? Me Krasniqin. Kur rrim tropikal me Abilalien, kur shkojmë për faza preditore me Progën. Po në kombëtare? Më shumë raste kam qenë me Hykën. Me Roshin gjithmonë. Cili nga shokët e skuadrës të ngacmon më shumë? Trash. Shumicën e kohës ngacmoj me Evangjeli. Veprimi i parë që bën kur futesh në fushën e lojës? Gjithmonë boj kryqin. Përshëndes tifozët. Po në dhomat e zhveshjes? Dhomat e zhveshjen asgjë. Thjesht kontrolloj uniformën dhe këpucët. Ke gatuar ndonjëherë dhe nëse po, çfarë? Asnjëherë. Vestë të skuqura. E ke numëruar ndonjëherë sa e ke mbajtur topin me këmbë? Ja. Kur isha i vogël kam arrit deri në 5000. Po shtyllat i ke numëruar ndonjëherë? Me rast. Ja, asnjëherë. Kur e ke marrë rrogën e fundit? Muajin e fundit. Para një javë. Po shpërblimin e fundit? Tani e pres. Se mbaj. Cila është skema jote e preferuar në futboll? Për mua s'ka rëndësi. 4-3-3. Je gati për një quiz? Po, sigurisht. Kur është krijuar klubi yt aktual? 1946. Ja. Cila përfaqësuese e ka fituar më shumë kampionatin evropian? Gjermania. Nuk e di. Ku do t'i luajë ndeshjet kombëtarja jo në Francë? Në Nice. Dhe në Paris. Në Lyon, besoj një. Tjerat se ka ide. Kthehemi tek sfida. Kë lojtar vlerëson më shumë te kundërshtari? Sabienin. Po ka shumë lojtarë cilësor, po vlerësoj grupin e Partizanit. Miku yt më i ngushtë tek kundërshtari? Shkëmbi dhe Sabieni. Vila dhe Bici. Kush është mesfushori më i mirë nga ju të dy? Sabieni. Kemi pozicione të ndryshme, nuk kemi të njëjtë, secili në mënyrën e vet. Kush vrapon më shumë nga ju të dy? Sabieni. Besoj se të dy jemi lojtarë që vrapojnë, por me ritëm të ndryshëm. Çfarë i ke zili tjetrit në aspektin e lojës? Jep shumë frymëri ekipit. Shumë energjik dhe nuk dorëzohet kurrë. Ka ju të dy, cili është më simpatiku? Të dy. Vila gjithmonë është më i bukur. Po më me humor? Sabieni. Unë pak më shumë. Po djali më i urtë? Besoj të dy të urtë jemi. Vila. Përshëndetje shokun në një gjuhë të huaj që ai e zotëron. Sabien ç'kemi? Nuk e di çfarë zotëron, me zotëron greqisht që unë nuk di. Kush e fiton ndeshjen? Partizani. Shpresojmë që ne. Je dakord për një bazë që kush humb paguan darkën në një buzuk? Po, buzuk nuk keme, po ta lem diku tjetër. Nëse shënon, cila do ishte përshëndetja për pasin e fundit? Do përshëndes direkt mas ndeshjes. Emisioni juaj është gjithmonë pacjellës, kështu që hajde nisërisht të bëjmë emision tjetër. Dhe tani është koha për një selfie.